Pse është më mirë Ivanka se sa NATO? Nga Dritan Hila. Gjithë historia e paqes në Ukrainë vërtitet rreth doshtit nëse amerikanët do futen të investojnë aty, çka do të sillte edhe një lloj kufiri për ambicjet ruse, pasi goditja e tyre do të sillte në mënyrë të tërthort prekje të interesave amerikane. Sa më sipër, është një ilustrim bashkëkohor se sa të lidhura janë luftrat dhe aleancat me ekonominë. 35 vite pas hapjes së Shqipërisë, është hera e parë që një investim serioz amerikan afrohet në Shqipëri. Dhe është hiq më pak se vajza e presidentit amerikan, por jo vetëm, është përfaqësuese edhe e një lobi të fuqishëm hebre dhe pinjolle e një dinastie ekonomike. Emrat që për ne vdektarët e zakonshëm janë mitik, Bezos, Musk e tjerë, në Mar-a-Lago janë të shtëpisë. Donald Trump është ndër të paktët president që postin po e shfrytëzon edhe për interesa personale. Ka projekt për investime të vetat, apo në joint venture në Emirate, në Vietnam, po negociohet edhe në Bielorusi dhe Rusi. Ishte edhe në Serbi, por Vučić u tregua i dobët, kurse Rama i siguroi atë që një investitor ka nevojë: siguri dhe procedura të thjeshta. Pavarësisht zërave kundër, investimi amerikan do të jetë në një zonë kënetore që sipërmarrësit shqiptar nuk do jenë në gjendje ta mbulojnë apo ta vënë në eficiencë. Aty ka qenë prej 35 vitesh dhe është shfrytzuar vetëm nga bretkosat dhe gjermanët e polakët që pinë hashash. Kurse investimi nga një brend si Trump do t'i sigurojë një status prestigjioz zonës dhe më gjerë Shqipërisë. Natyrisht që kjo do të sjellë edhe standarde krejt të tjera në turizëm, duke filluar nga kanalizimet, ujësjellsi, ujërat e zeza e tjerë. Pas kësaj, vendi mund të jetë emër familjar edhe për Amazon, IKEA e të tjerë gigantë ndërkombëtar. Imagjinoni që IKEA ka pikë në Janin, por jo në një vend të tërë si ne. Këto janë sipërmarrje që mbase do duan 1 ose 2 dekada të materializohen, por hyrja e Shqipërisë në hartën e tyre është edhe një koeficient sigurie për vendin, duke e kthyer më vonë në një hub për shpërndarje në gjithë Ballkanin. Jo më kot Via Egnatia fillonte te ne. Padyshim mund të jetë një rrugë e mëndafshit, por me kah të kundërt. Dhe e gjitha kjo siguron futjen e vendit nën sqetullën amerikane, jo vetëm ekonomike, por edhe ushtarake. Dhe resorti i Ivankës, si fillim, do na shpëtojë nga zbrazja e të pëgërave të trageteve në brigjet tona, pasi nëse vazhdon të ndodh si çdo behar, këtë herë do ta bëjnë përpara pronës së dikujdo që do t'i bëjnë kapitenët e anijeve të hanë atë që ka zbrazur. Si fillim, nuk është pak për ne, që na bëjnë rreshtore fqinjët.